si me banda dhe bandit. Këto janë mesazh dhe shëbaz. Po të lexosh me qetësi që ky vend nuk mund të vazhdojë më këtë rrugë. Ky vend antar i NATO-s, ky vend kandidat Bashkimin Evropian nuk mund të bëjë to paçavore zgjedhje. To turpe. Këtë po themi. Dhe këtu janë fajtorë të dy palët. Se kush ja dha këtë votim me post? Ku ti janë kohët Sali Berisha? Çfarë thanë Greta Libeja një vit? Ë? Nuk bëhet votim me post, po të bëhet në ambasadë, në konsulat, siç bëhet këtu. E vetmja garanci është bëhet me komisioner. Si mbushën zarf ata? Se që janë mbush, nuk keni dyshim besoj. Se do dalin provat e SPAK-ut dhe njëjta kaligrafi në 30 vota. Se këtu votimi familjar bëhet në fshat, jo më me post që ja ka dhënë dorë. Çfarë bën? Hoqin e Keledin, shkoi shoku Bylik Bashi, mbylli dhe listat i dhatë Ramës postën. Tash i trinë aty, ata 500.000 që votuan këta, që i paralajmëruam një vit, që Sali Berisha po ja shet zgjedhjet e Edi Ramës. Dhe del gënjen pa pikturpi, dhe to tani regjimin a mori votat e emigrantë. Me këtë tallen ta, me mua nuk tallen dot. Këtë debat kemi bërë bashkë pas një viti prapë do jemi këtu, dhe me mua nuk tallen dot. Asnjë qytetar nuk tallen dot, se e kanë po tallen, po me ata 500.000 janë tallur hapur. Me ata 500.000, ky tjetri me ata 700.000 tjerë tallet hapur. I merr dhe i përdor tek SPAK-u, bën protesta të dhunshme te GKO-ja për të mbrojtur Velie. Nxjerr çik pamjet e Edi Ramës. Këti mbështetësit ma të SPAK-u që goditi makinën gjyqtarit. Kush i çoi militantët e punës së Bashkisë Tiranës të bënin